Ela? Ju thatë që denoncimet deri tani ka bë Partia Demokratike. Pra Partia Demokratike pretendon që në mënyrë masive është intimiduar, është bler vota, është drejtuar se ku duhet shkoj dhe si rezultati gjithë kësaj Partia Socialiste ka arritur të marrë 83 mandate. Që ta provosh këtë gjën, duhet të kesh një institucion të besueshëm që të ta konfirmojë. Ne bisedojmë me njëri tjetrin, kemi kontakte njerëz dhe marrim perceptimin publik të asaj që ka ndodhur deri ditën e votimit. Dhe perceptimi është i tillë që qeveria, gjithçka që ka pasur në varësi administratat, kanë punuar për Partinë Socialiste me të gjitha mundësitë e tyre, me linjën e patronazhimit, kanë bërë të mundur që të vi gjithë ky numër 800.000 votash për Partinë Socialiste dhe të krijohet kjo diferencë e madhe. Që të provosh që këto vota janë bler, janë drejtuar, administrata ka punuar që këto vota të prodhohen, duhet që policia, prokuroria lokale, SPAK-u, task force-a në përgjithësi e ndërtuar të ta provojë. Ne sot, për momentin, nuk kemi asnjë rast, po asnjë të deklaruar nga task force-a hetim i një individi i cili punon për Partinë Socialiste. Ne kemi disa raste të deklaruara që kanë të bëjnë me PSD-n, një rast të mëparshëm për PD-n, por nuk kemi asnjë rast specifik i cili të thotë, po, jemi duke hetuar Xhevën në Shkodër sepse kemi prova dhe po hetojmë që ai ka bërë krim zgjedhor në favor të partisë në pushtet. Dhe ky është problemi. Pra, para një viti ne ishim të gjithë, themi, në perceptimin pozitiv që SPAK-u po merrte në dorë menaxhimin e gjithë kësaj gjë që do bëte qeveria për të manipuluar votat, dhe rezultati sot është zero. Në fund të ditës, çfarë ka prodhuar kjo zeroja për momentin? Ka prodhuar legjitimimin e fitores së Partisë Socialiste. Pra ne mund të flasim nga mëngjesi darkë, dhe të grim sallat, kuptimin që po, ka ndodhur kjo gjë, por nuk kemi asnjë provë ligjore që ta konfirmojë këtë perceptim. Prova është e qartë në Tiranë, ndër socialistët më të vjetër që është besoj Erion Braça, ka marrë jo më shumë se... Po them nuk ka prova ligjore. Erion Braça ka bërë shumë mirë që ka marrë ato vota, por... Ka marrë 10.000 vota, nuk e di nëse ka shkuar 10.000, ndërkohë që në Elbasan, apo në Durrës, apo në Fier, ke eksponent ose kandidat të panjohur thuajse fare dhe kanë shkuar 15.000, 18.000, 20.000 vota. Ne përdorim logjikën, po logjika nuk është provë. Pyetje, si thuash, si quhet kjo më, pyetje teorike më shumë dhe se tani perceptimi ne nga qytetarët e marrim, zoti Raki. Po pra, po, unë flas mbi ato të dhëna që kam grumbulluar në terren. Dhe po të shikosh, për shembull çfarë ndodh, ti shkon në Durrës, Ani Dyrmishi është mbështetur nga Vangjush Dako. Vangjush Dako sot është në arrest shtëpie, është fakt i njohur publikisht. Kush ta thotë? Është fakt i njohur publikisht në Durrës, janë sekuestruar dhe kamera në disa lokale nga prokuroria. Që ka mbështet Vangjush Dako nuk është krim. Vangjush Dako ka bërë atë punë që ndjente. Vangjush Dako duhet të jetë në arrest shtëpie, zotri. Problemi, si? Vangjush Dako duhet të jetë në arrest shtëpie. Ka bërë me telefon, nuk ka rëndësi. Dhe orientimi votës apo ndikimi, intimidimi i qytetarëve për të votuar në një drejtim caktuar është krim zgjedhor. Kur ti merr shembullin e kësaj vajzës nga Elbasani dhe thua ka marrë në mënyrë të pakonceptueshme këtë numër votash, dhe duhet të rendisësh arsyet sepse kjo ka marrë këto vota, ne nuk kemi asnjë detaj, asnjë provë që ti themi këto vota janë drejtuar nga krimi organizuar. Do ishte shumë mirë që SPAK-u të gjente prova të tilla dhe të provonte atë që ne mendojmë se ka ndodhur. Po ne thjesht e themi, po nuk kemi prova. Klodoj që ti ikim këtij momenti, se kjo do jetë në diskutim e kupton dhe do të mbetet shteron pas 2 javësh një Ermal Mulosmani kishte një shkrim shumë interesant, si ne publikova unë, Berisha fitoi të shahi ne humbëm. Edhe shpjegonte momente shumë interesante që një nga momentet i duhet spjeguar është ky, në këto zgjedhje, po unë e kam për pjesën e dytë, në këto zgjedhje, Edi Rama ka marrë 33.000 vota 35 më pak. Më pak se në vitin 2021. Sali Berisha ka marrë shumë më pak, po janë dhe partitë e reja që kanë rrëmbyer vota. Dhe në këtë plan, nëse i shumëzojmë ne ato vota që kanë marrë, 52% Edi Rama, 0,52% herë 120 del 75 mandate dalin. 73 mandate duhet të merrte. Me shumëzim, por nëse do ishte një formulë tjetër. Nëse do ishte proporcionali kombëtar, do merrte 75. Normale që vota të vinte ashtu siç ka votuar vërtet populli shqiptar, ky nuk do të merrte kur 83, do merrte kaq. Po sistemi ky është dhe këtë sistem na e ka ndërtuar zotniu Edi Rama dhe zotniu Sali Berisha. Po.
Na e kanë marrë, na e kanë ndërtuar këtë sistem dhe e kanë ndërtuar për vete. Njëherë në mben njëri tjetri. Tani hajde të mblidhemi ne si çdo tela, të bijem dajres këtu të ditën, po problemi është që këta e kanë ndërtuar. Dhe kjo është një farë manipulimi, si të thuash. Dhe kur e mban sistemin me shkruan dikush tani, kështu ti përfitojnë edhe elementet mafiozë. Kur e mban sistemin një lloj. Jap një detaj. 25% atyre që votojnë. Një sekond, nëse më lejon, Arkend Balla në vitin 2021 ka marrë vetëm 2000 vota. Dhe ka zëvendësuar Rahman Rajën pas largimit nga kuvendit për shkak të ngjarjes ai që kryeson. Aktualisht ka në këtë moment që flasim është 18.000 vota. E kupton? Domethënë këto janë të dhëna që mua si gazetare më bëjnë të dyshoj që ka patur një ndikim, jo vetëm të strukturave të Partisë Socialiste, po një ndikim i cili është në forma të tjera, ose është blerje vote, ose është krimi organizuar, ose është premtim për vende pune. Ti po përdor logjika, pra ti mendon se logjike dhe hipotetike. Dhe mund të jetë kështu siç thua ti. Duhet provuar. Duhet provuar, nuk po them që është fakt. Unë thash që këto gjëra më bëjnë të Mërtiri, ja dy fjalë Mërtiri dhe ka Spaku duke mos vepruar, duke mos na dhënë prova të tilla. Nuk thjesht legitimon atë që ka ndodhur, po nuk e ndeshkon. Dhe jo Spaku te krimi te këto. Ideja që opozita thot tani janë vjedhur votat mirë masive o zotëri. Tashi, në lidhje me Spakun, unë mendoj që ne nuk e dim çfarë përgaton Spaku, se ne thjesht kemi indicje për ato lajme që ka shkruar Spaku që të bëjë të kapi njerëz. Po se çfarë për ta poetojnë nuk. Dhe problemi me Spakun është se ne kemi 3 vjet që flasim për gjëra që nuk i dim nga Spaku, po thjesht për informacione që rrjedhin aty këtu. Nëse poetohet apo jo dikush nga Partia Socialiste, do vlen të shijoj. Unë di paktën një rast në Elbasan, i cili është një person që kishte shtruar një rrugë diku në Belsh, mos gaboj. Dhe ai është, ata janë kapur nga policia, pra janë duke hetuar nga Spaku dhe janë arrestuar. Kështu që domethënë nuk është se nuk ka dhe raste nga krau kundërt. Për sa i përket votës tani, sigurisht këtu nuk është ka asgjë të re që këtu vota blihet, sepse këtu ka një industri tërë të inxhinierimit të votës dhe kjo industri duam s'duam ne, edhe sikur mos dohet Rama do punojë, domethënë se industria është bërë për të vënë punë dhe domethënë është e vetvetishme kjo gjë. Çështja është që a është kjo arsyeja e humbjes thellë Sali Berishës, sepse unë po shoh që Berisha po përpiqet ta përdor këtë çështje për të shmangur përgjegjësinë e vet. Pra për të dalë që mi vodhen zgjedhjet dhe unë nuk duhet tiki. Pra gjithë qëllimi këtu është për të mos mbajtur përgjegjësi për humbjen, sepse unë shoh që diferenca midis Berishës dhe Ramës kësaj radhe është shumë e thellë. Pra të supozojmë, në 2021-shin, unë besoj që vjedhja e votës nga Rama, inxhinierimi i votës ka qenë shumë herë më i madh se tani. Atëherë pati konflikte, pati njerëz që u vranë, siç ishte në Elbasan, u vranë me Soelçelën, u vranë aty dhe pati raste kur furgon dhe makina me kështu me para, me lista kapeshin nga demokrat, filmoheshin, çoheshin provat nëpër televizione, nuk pati kësaj radhe kështu. Pra do të thotë që dukshëm për mua ka qenë më ulët ndikimi i Ramës ose interesi i Ramës për ble vota. Pse ka qenë më i ulët? Unë besoj që ka qenë më i ulët sepse fitoren ka pas në xhep, e ka pas shumë të sigurt dhe s'ka pas nevojë të shpenzojë shumë për të bërë industrinë e vet të blerjes votës.